sa që lidhë, tha. Po se si janë lidhë, tha, halas më në gjejmë. Njëne me tjetër. Nuk o të copë mishë e gjasë, ose damarë, për shemull, si që janë damarë, tha. Pra, se si që ndrejnë, tha, të lidhë me këto të nervit dhamit, tha. Edhe ky, tha, nervi ka atë aftësi që të mori ushqimet të shniknej, ka trupi, e në që të formohet dhamit, të rritet, ta ma i gjallë. Ka mërk një, ka trupi, tha, e ne ma gjallë. Se i thashun, mos i mi hoq një dy nervë, i thash vetëm këtë të kishte pa i ateisi, Darwini, thash, vetëm nervin e dhamit. As i gjatë tjetër ma. Kretë qëllohën, thotaj, dolin nga deti, u bon me bishtë ata kafshet, u ambientohen, thot, se mershin, i kishin mushkri, thot, apo së fat për det, kur dolin tokë, thot, mushkri u adaptu, thot, u bon dhe për të hecë në tokë. Dëshme, jo se të detit, edhe ndryshohen, thot. Kafshet, kretë gjallesat, që ishin det, dolin në tokë. Kurse një gjallesë, të shumë të regu me shkaf, heci shumë mirë në tokë, filloj u drejtu, thot, se hecë me 4 kohë kështu, u drejtu, ju hoq një bisht, ju shkurtu, e në kjo u të regu me shkaf, thot, u bo njëri, që me komandu të krijeset e tjera. Dhe me thonë, buda dhe leqe që në treni nuk i ba. Dhe me thonë shumë trasha. A i delë të shte shef, nervin e dhamit. Për nervin, tha, po më thoshtë në hanë, duhen të pak të 20 vjetë. 20 vjetë. Edhe se të nuk po më në gjejmë, tha, se si në të lidhë me, tha, se nuk është thjesht një copë mishë e gjatë kështu, aja e holë fare, sa gjilpona është e trash. Aja nervi i dhamit. Ate që ndra në gjallëme. Edhe, kjo tjetër, të shti ka shku një këngëtar, ka pas probleme me këta kordet e zonin. Mi pa e dini që kanë lek ato. Kanë morë lek sa dorë. Plot, njerëzve. I ka thonë, du me më rregullu këta, se me këta qes lek. I ka thonë, vëllaj të do të është dëmtu diçka, thotë këtu, që as i mjekësi botë së mund të rregulloj. Dalja e zonin. Formimi i zonin. Dhe me thonë, nga ajer, nga presion që është, del zonë. Edhe ati të shtë ju kanë presh një 2 copë, e një kanë presh zonin. Thot, kretë me kësi e botës më mledhë, thot, nuk mund të regullojnë. Se janë preshje 2 kordat, thot, janë kaq transishme, bota, thot, nuk mund të regullojnë mo. Edhe ju bo, u të meru. Se fitojnë lega ta me këtë punë. Këto, këj këngëtari, e nësë nuk bohën maj, thot. E fillot të i spjeguaj, e në fund fare, thot, kjo është i lloj kanceri. është i lloj kanceri, që të ka dalë të kordet e zorit, nuk rregullohet më. Çfarë të rego kjo? Pra thot Allahu Xhelel, unë që të rinjalla, thot, që ishe i vdekur, hajde luftojmë prapë, thot. Mirë sa atëherë s'po s'ke qenë ti ne. S'kemi ditë gjallë, se beso kush ishte, kush s'ishte, e mohove. Allahu Xhelel thot si më ha fazat, e në vind të shike ke faza dytë. Mirë, unë të rinjalla, thot. Hajde vazhdojmë prapë. A je i zoti me net? Që e hosh në ju, shifin e me syze. Për zotin u s'kishe syze. Kom pas shiku aq larg, dhe më thonë, aq mirë e kom pas shikimin, e të shtim kap ajo, kur më shko me kontrolu sytë atje për patentën, e në mi veto, e i thash asaj ti mas mi veto, këta thash i kom kalu, kur kom qenë 18 vjeç, tash që në kanë bërë për ushtar, edhe kishte në këndin e, kush është ka shku ati ke numrat, që me pa numrat, e keni shku ke numrat ati? Me lejse, thot ajo, e një ti qetë edhe të voglet fare. E keni kontroluat, e keni pa, kush ka shku ati. Edhe atëherë se kishim problem në ke 20-shi, 18-shi, 17-shi, edhe kena po kontrol mjekësor, edhe kontrol për organet e shtes, i kem regull e si kem regull. Doktori kështu, me vizoreve në të kështu, të të pa, jem regull e si jem regull. Kretë normale se të martosh, mashtora bine hujeti, si e bratë mund, për Zotin. E ne, edhe sët, dur, kom, vesh, edhe shife pra me syze, me shkop, nuk mund të hecë vrap ma, që kom pas shift kishe i kanal për para.
kanë qenë të kanalet e tankeve, kanë qenë bomë kohët kalume. Ati që kalon të tanku, edhe djemë të ri, 2 vjetrit kishin qik problem. Ama, ne moshët e reja kishim qef, kur në dilta e pozicionit tankut, që më hëllë përka në ishte plët me ujë. Gjysë lumi, meshim vrejlë ati, edhe jo sa ishte aje, për 2 fishin asaj, hidheshim. Ka shkunda, po hajde luftojmë, thotë Allahu xhelle xhelaluhu. Kur të dush, hajde luftojmë. Unë po të them, thotë Allahu, të nuk ishe. Unë po të them, thotë, kom rinjallë, edhe unë të komandoj. Si do luftosh? Ja dole unë kancerit. Po si e dole? Të bo me ja dalë 1 sekundë në këtë botë, Allahu xhelle xhelaluhu, dhe më thonë, thotë, të i vazhdo se të i ke harë vetë, thonë. Vallaj, deri sot që ka dalë njëri. Absolutisht, mbretër, miliardera, kretë botën, me tanke, me raketa, absolutisht që ka dalë njëri. Se po t'je dalë njëri, ka probleme me Allahun. Allahut diçka i ka dalë nga kontrolli. A mund ndodhi? A mund shifet si pa aftësi e Zotit? Ja. Ajo është i plotësuar. Absolutisht. Ajo është i vetë. Pra s'mund dalin që shikon ne, i na boj grup këne, i na boj levizje 3, apo i parti 3, kine i Zot tjetër. Po ju këne më tonë, ne kine i Zot. Ja. Ka do që të ndahen. Ka do që të shkojnë ta, ke një do paraqiten. Pra ne që ditën në mato toqët e deçanit ka janë ati, që ne thotë që kemi bojnë levizje 3, thotë, për këthim në katolicizm. Ktheu ka të dush. Vetëm bë qëndres, mos dil para Zotit. Këta. Po nuk sheftim se mësove ma keqësaj ateisti Darwin. A nuk shefti se ke qeni rije në je plakti. A nuk shefti që krejtësisht jem dorë të Zotit xhelle xhelaluhu, ne po bëjmë lëvizje për rikthim. Po ku je të shku? Ku je të shku? Këta janë mënu shkencëtarët për me dalë i jashtë planetit tokë, i jashtë qiellave, i jashtë orbitave. Janë mëndu. S'kan lënë raketa, s'kan lënë ato që i thonë që kanë arë ato ufat për enin. Nuk kanë lënë, veti kanë sa jo. Dil nga kjo. Dil, lërgohu nga kjo. Të shë ishte boj grup tjetër që thoshin, edhe pak me mos ja 10 vjeç, do të realizoshin që mos me vdek. Allahu xhelle xhelalu thot, ishit vdekur, ju kom rinjallë. Vazhdo luftoni, edhe rezistoni ju, kundërshtoni, që s'na ka rinjallë Allahu xhelle xhelalu. Mëzën e thot, ju bëjt vdisni. Pa inshallah, takojmë shtonë tjetër prapë, ndash Zotit, që të flasim edhe për ata që thot, ju bëjt vdisni, pastaj, tilni për para me e rinjallëni, e llogarie, probleme tjera që do vazhdojnë pa diskutim. Zotin e i pastroft mendjet inshallah me iman dhe me besim pastër.